Ministria e Punëve të Brendshme informoi se është privuar nga liria një 16 vjeçar nga Ohri për shkak të dyshimit se kishte kryer akt të dhunshëm seksual ndaj një vajze 12 vjeçare nga Ohri, ndërsa një imitur tjetër e ka xhiruar aktin. Video ka rënë në dorë të një 14 vjeçari tjetër, i cili e ka shantazhuar vajzën që të ketë lidhje me të. Përndryshe do ta publikonte videon. Përdhunimi dhe incizimi ka ndodhur më 12 nëntor, ndërsa policia e ka arrestuar sot 16 vjeçarin. Më datë 24 nëntor 2025 në orën 10 në punës policor nga SPB Ohër privua nga liria një 16 vjeçar nga Ohri për shkak të dyshimit se më 12 nëntor 2025 kishte kryer akt të dhunshëm seksual ndaj një vajze 12 vjeçare nga Ohri, ndërsa një imitur tjetër e ka xhiruar aktin. Një 14 vjeçar nga Ohri i ka rënë në dorë ky material video, i cili e shantazhonte vajzën që të ketë lidhje me të, përndryshe do ta publikonte videon. MPB informoi se SPB Ohër po merr masa përgjegjjen e 14 vjeçarit që shantazhonte vajzën. Të miturës i është kryer ekzaminim mjekësor, ndërsa nënpunësit policor dhe përfaqësuesit e qendrës për punë sociale të Ohrit në prani të prindit kanë kryer bisedë zyrtare. MPB sqaron se pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, në konsultim me prokurorin publik kundër kryerësve të kësaj vepre, do të ngrihen kallëzime përkatëse.